Tani, sprovat, si që thash, janë nga më të ndryshmet. Islami si na inkurajon. Islami çka na ofron në zgjidhjen e problemeve, e sfidave, e dallgave të mëdha që bin nga njëherë që na marrin përpara me këtë dynja. Ka shumë punë. Unë do jap terapi në Islam. Terapi hunore. Puna parë. Që vepra parë që çdo kush don që t'i lehtësohet vështirësia, që t'i lehtësohet problemi, që t'i lehtësohet halli, që t'i lehtësohet derti, që t'i lehtësohet problemet ekonomike, problemet familjare. Puna parë, vepra parë, është namazi. Është namazi. Ke probleme familjare? Ke probleme ekonomike? Ke probleme shpirtërore? Ke probleme fizike? Ke probleme nga më të ndryshmet? Ktheu namaz. Ktheu namaz. Profeti alayhi salatu selam ka thënë për namazin qurratul ayun, namazi është dritë e syve të mi. Profeti alayhi salatu selam kur ka qenë i mërzitës, ato kanë qenë njerëz, kanë pasur ato probleme, njerëzit më të sprovuar kush kanë qenë? Profetët. Njerëzit më të sprovuar kanë qenë profetët. Dhe sprova është, sprova është pjesë e profetëve. Profetët kanë qenë njerëzit më të sprovuar dhe profeti alayhi salatu selam ka qenë i sprovuar. Sprovum në vetvete, sprovum familje, sprovum nga gjitha anët. Më thuaj një profet në Kur'anin Kerim që nuk o sprovu. Ma jep një profet në Kur'anin Kerim që nuk o sprovu. Dhe jo si sprovat tona. Sprova edhe më të mëdhaja, sepse njerëzit sprovohen sipas besimit. Nëse, do të thonë puna e parë, vepra e parë që njeri duhet ta bëjë që ta i kalojë vështirësitë e dynjas, ktheu namaz. E profeti alayhis salam kur ka qenë i mërzit, kur ka pas problem, diçka, i thonë te Bilali kush ka qenë? Radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka qenë muezini vet. Bilali ka qenë muezini, ka thënë, "Erina bihaja o Bilal, shko ti rezanin o Bilal." Pse? Të futen qetësohem në namaz. Don qetësimin? Futu namaz. Don zgjidhjen e problemeve tuaja? Futu namaz. Pse? Se namazi të forcon lidhjet me Zotin. Namazi forcon lidhjet me Zotin. Ti kur bjen namaz, kur fal namaz, kur bjen sejdë, bjen ruku, i kërkon Zotit mirësinë. I kërkon Zotit ta zgjidhi problemin tënd, hallin tënd, sikletin që ti ke. Namazi është ushqimi ditor, shpirtëror, edhe fizik. Nëse ne jemi mësuar, domethënë të bëjmë 3 vakte ushqim, mëngjes, drekën edhe darkën. I bëjmë seben sepse kërkon stomaku taj. Edhe shpirti ka nevojë. Ushqimi ditor, hynor i shpirtit është namazi. Pra nëse don ti përballosh hallet, sikletet e dynjas, futu namaz. Bjen sejdë. Thot profeti alayhi salatu selam, lutuni Allahut kur t'jeni në sejdë. Lutuni Allahut kur t'jeni në sejdë. Pra puna e parë, vepra e parë që njeri kur ka probleme nga më të ndryshmet kësaj dynjaje, duhet marrë abdest, fal namaz, drejtohu Allahu xhelle xhelalu, ngrej durët dhe lutju Allahut. Puna parë. Puna dytë, ke probleme financiare. Ke probleme me shëndetin. Ke probleme me fëmijën. Ke probleme aty tu kanë mbyll krejt dyret e mirësisë. Don çilën dyret e mirësisë. Profeti alayhis salam ka thënë, Allahu xhelle xhelalu ka thënë në Kur'anin Kerim. Është një ajet kuranor që një prej profetëve thotë e janë qaumi istaghfiru rabbakum. O popullim, kërkoni falje Zotit. Istighfar do të thonë kërkim falje, kërko falje Zotit. Momenti që ti kërkon falje, çka ndodhen? Kur ti thua Zot më fal, o Zot më fal. Çka ndodhen? Vin mirësitë e Allahut. Vin mirësitë e Allahut. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, në një thënie thotë: "Men lazama istighfar ja'ala Allahu min kulli hammin farajahu wa min kulli daykin makhrajahu yarzuqhu min haythu la yahtasib." Është hadithi profetit alayhi salatu wasalam, i cili thotë kush bën kërkim falje për ditë, thush astaghfirullah, astaghfirullah. Kërkim falje do thotë thush astaghfirullah, astaghfirullah. E përsëritën, e thon. Thotë Zoti çka do t'i japim? Çdo problem që ti ke, çdo hall që ti ke, çdo siklet që ti ke, Zoti ka me ta zgjidh. Dhe ka me të furnizu
nga s'ta pret mendja. T'jep risk, Zoti, ka ty s'ta pret mendja. Se risku në dorë të kujt është? Dorë Zotit. Risk nuk është vetëm pasuria në xhep. Shifni, njerëzit e keq kuptojnë. Risku nuk është vetëm sa kam unë në xhep. Risk është shëndeti. Risk është kur ti ke një shtëpi ku futesh. Risk është një nënë e mirë, një babë e mirë. Risk është një fëmijë i mirë. Risk është një bashkëshort i mirë. Risk është një shoqe e mirë. Risk është një komshi i mirë. Risk është një punë e mirë. Do thënë, mos ta kufizojmë në riskun vetëm të parja. O yarzuku min haythu la yahtasib, thot profeti alayhis salam, dhe ka më furnizu Zoti nga s'ta pret mendja. Nga s'ta pret mendja. Thush astaghfirullah, astaghfirullah. Ama shif Ariana, dikush thot po mire ke, ama po e provojmë. Shiko, nëse thu po e provojmë, hiç mos e provo. Mos e provo. Te Zoti nuk hecet me prova. Te Zoti nuk hecet me prova, te Zoti hecet me bindje. Nuk është çështja që ti thua astaghfirullah, astaghfirullah. Duhet ta thush me zemër. Nuk është çështja që ti thush o Zot më fal, o Zot, duhet ta dish se ku ti je drejtu. Duhet ta dish se ku ti je nënshtru. Duhet ta dish se ku ti je ti kurku. Do nuk është çështja vetëm ta thush astaghfirullah dhe un po e provoj. Tamam, kjo mirë ka, po e provoj. Edhe u bë mirë, supo, hiç mos e provo, un po të them, hiç mos e provon. Nëse do me hec me prova, te Zoti nuk hecet me prova, te Zoti hecet me bindje, te Zoti shkohet me bindje, te Zoti shkohet me mbështetje. Do t'i zgjidhësh hallet problemet e tuaja, mbështetju Zotit. Do të punësohesh, mbështetju Zotit. Në njëjtën kohë, merri sebepet. Nëse ti je diplomu, një vajzë, një djalë janë diplomu, ti mbështetet Allahut, kërkoj punë. Nuk do të thotë, po ti duhet ngrehesh, ta marrësh sebepin, ngreu mëngjes. Shko kërko punë. Mos thuaj jo s'ka punë. Kërkoje punën. Merri sebepet, një prej mënyrave të tjera si ti përballosh vështirësitë e dynjas, merri sebepet, se Zoti i Madh xhelle xhelalu thotë ittakhudhu bil asbab, merri sebepet. Mos flen 12 drekës. Edhe del 12 drekës, do shkojnë kafe, pastaj do shkoj bëj një xhiro, të shikoj, a do gjej puna jo. Jo. Ço fale sabah. Mbështetju Allahut, lutju Allahut, dil mëngjes për shtëpie dhe kërkoje riskun tonë dhe da shikosh përfundimin. A nëse ngrehesh 12 drekës, edhe 1, 2, 3 mas dreke kërkon punë, nuk ka ashtu. Merre bereqetin në mëngjes. Do me pas bereqet, do me kërku punë, do me pas shëndet, do me pas mirësit, merri sebepet. Sebepet e harit që Zoti xhelle xhelalu na i ka dhënë. Nëse dikush për shembull ka probleme me shëndetin, normal që do të shkosh te mjeku. Ama ne kemi një thënie që thuhet mjeku mjekon, Zoti shëron. Mjeku e bën punën e vet. Merri ilaçin. Thot profeti alayhis salam, li kulli dain dawa. Çdo smundje ka ilaç. Merri ilaçin. Ama atë ilaçin kush e bën efektive? I madhi Zot, sa njerëz për shembull që Zoti mos e sprovoft kërkën dhe Zoti shëroft gjithë sëmurit, sa njerëz që janë me smundjen e kancerit, ka për tyre që janë shëru, ka për tyre që ka vdek. Ka diçka këtu. Ajo, ka diçka këtu. E profeti alayhis salam na ka dhënë një recept hyjnor për smundjet. Merri ilaçin, shko te mjeku. Vizitohu, boj analizat krejt. Është edhe merre edhe një recept hyjnor. Merre edhe një recept hyjnor për smundjet. Merre një recept që ta jep Islami për smundjet. Edhe një herë përsëris, duke shku dhe te mjeku, merri sebepet krejt, shkem ke mjeku krejt, i bëjmë analizat krejt. Ama të njëjtën kohë merr edhe këtë sebep, njëjtën kohë merr edhe këtë recept hyjnor. Thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, tadaw maradatukum bis sadaqa. Shërojini smundjet me sadaka. Shëroje smundjen me sadaka. Me lëmosh. Sadaka do të thonë me lëmosh, jep. Motra e Aishës radiallahu anha ka qenë Esmaja. Aisha radiallahu anha ka qenë gruaja e profetit alayhis salam. E ka pas një zakon. Sa herë smunte, ipte sadaka, ipte lëmosh. Shifni, çka bën lëmosha? Lëmosha i shëron smundjet. Çka do lloj smundje?
Çka do lloj smundje, sepse e ka përmend profeti alayhis rasul, nuk e ka specifikuar çka smundje, por në mënyrë të përgjithshme, te dau maradatukum bi sadaka, shërojni smundjet e juaja me sadaka duke dhënë lëmosh. Kjo është recept hynor. Kjo recept që të ka dhënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe atë që të ka ofru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të ka ofru Allahu xhalla xhelalu. Namaz, istighfarin, kërkim faljen, sadaka, lëmosh, ip, të t'i përballosh vështirësitë e jetës që të kanë ra, ktheu Kuranit. Ktheu fjalës së Zotit. Lexo Kur'an. Lexo Kur'an. Nuk je mirë shpirtërisht. Pa edhe fizikisht nuk je mirë. Ke probleme nga më ndryshme. Ktheu Kur'anit. Merre lexo Kur'an. Nuk di të lexosh, ndigjoje Kur'anin. Thot i madhi Zot xhella xhelalu, "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa ash-shifa", kemi zbrit për këtij Kur'ani shërim, wa rahma, mëshirë. Shërim, çka do të thotë shërim Mariana? Shërim vetëm shpirtëror? Jo, shërim edhe fizik, i kap të dyja. Edhe shpirtin Kur'ani i shëron të dyja. Shpirtëror dhe fizik. Edhe shpirtin ta qetëson, edhe trupin ta shëron. Kur'ani edhe shpirtin ta qetëson, po edhe trupin ta shëron. Këtë nuk e thot Sumeja, këtë të ka thënë Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin Kerim, "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa ash-shifa", shërim. Shërim shpirtëror dhe fizik. Plus çka është jetë? Wa rahma, dhe mëshirë. Dhe mëshirë. E ndjen veten të mërzitur. E ndjen veten të pikëllume. E ndjen veten të sprovume. Merë Kur'anin, lexoje. Merë abdes. Lexoje dhe shikosh sa do qetësohesh. Do shikosh se sa do qetësohesh. Puna tjetër, sabër. Duhet durosh. Atë që të ka ra, duhet durosh. Duro. Bëj sabër. Allah xhella xhelalu i do njerëzit që janë sabërli, që janë durimtar, që durojnë kur i bën diçka, çka thot i madhi Zot? Idha asabahum musiben qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata të cilët kur i bën një musibet, një fatkeqësi, çfarë thon? A thon o Zot, pse ma hodhe ti këtë gjend, pse jam unë në këtë gjendje? O Zot, pse ma more fëmin? O Zot, pse më ke bë fukara? O Zot, pse ma more shnetin? O Zot, pse ma more shtëpinë? O Zot, pse nuk po punësojmë? Shika, këto pse nuk i drejtohesh Zot? Njeriu nuk i drejtohet Zotit me pse. Ta di se cili njeri nuk i drejtohesh Zotit me pse, sepse Zoti i madh xhella xhelalu thot la yusalu amma yafaluhum yusalun, nuk pyetet Zoti se çka bën me mua dhe me ty. Ne jemi krijesat Zotit. Ne jemi krijesat Allahu xhella xhelalu dhe ne nuk e pyesim Zotin se çka bën Zoti me mua. Unë nuk mund t'i them Zot pse s'më ke furnizuar, pse s'më ke dhënë risk. Zot pse më ka hedhë smundje, Zot pse më ke marr fëmijën, Zot pse bën këto fatkeqësira, Zot pse bën këto luftra, Zot pse bën këto smutje. Nuk guxon njeriu ta pyesë Zotin. Njeriu i kërkon Zotit mirësinë. Njeriu i kërkon Zotit zgjidhjen, la yusalu amma yafaluhum yusalun, nuk pyetet Zoti se çka bën Zoti me ne. Ne do pyetemi. Ne do pyetim. Thot i madhi Zot, o idha asabahum musibe, dhe kur i bën njeriu një musibet, një fatkeqësi, çfarë do thot? Çka thon njerëzit që janë durimtar, njerëzit që pranojnë atë që i ka ndodhur, çka thon? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Çka do thot kjo? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi, te Zoti jemi, te Zoti do kthehemi. Shihni, diçka ndodhen kur njeriu e thot nëse je në vështirësi, sidomos i jap këshill, sidomos atyre njerëzve që kanë fatkeqësi, vdekje. Dikush është sprovu vdekja, i ka vdek nana, i ka vdek baba, i ka vdek fëmia, i ka vdek njerëzit më të afër, njerëzit e dashur, i këshilloj që ta thon sa më shumë këtë ajet kuranor. I këshilloj ta thon sa më shumë këtë ajet kuranor. Diarja nëse thon këtë ajet kuranor, di çka ndodhen? Di çka ndodhen? Dy të mira vin. Kur njeriu thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Zotit jemi, te Zotit do kthehemi. Te Zotit jemi, te Zotit do kthehemi. Ndodhin dy gjëra. Që Zoti madh xhella xhelalu ta ka thënë Kur'anin Kerim. Thot ulaika alehim salawatun min rabbihim. Salawat në gjuhën arabe do thot Allah azza wa jall, këtyre njerëzve që thon te Zotit jemi, te Zotit do kthehemi, çka i jep salawat. Salawat do thot Zoti i falën.
Zoti i bën magfiret, Zoti i falën këto njerëz, Zoti i japi mirësi këtyre njerëzve, dhe kjo ishte e para, dhe e dyta rahme dhe zbret mëshira e të Madhit Zot. Zbret mëshira e të Madhit Zot, dhe kur mëshira e Zotit të kaplon, ti do jesh rahat. Dhe kur mëshira e Zotit të mbulon, dije se edhe shpirtërisht, po edhe fizikisht do i përballosh sfidat e dallgët e kësaj dynjaje.